Shërbimi ushtarak e kriju në armatën popullore jugoslave, por ushtrisë jugoslave sa Çollaku nuk pranoi t'i bashkohet. Kjo pas asaj që në vitet e 90-ta po ndodhte në Kosovë. Pas demonstratave gjithë popullore, Esad Çollaku fillimisht ju bashkua forcave policore kroate. I kisha kaluar disa periudha në demonstratat e Kosovës, gjitha ato që i kisha përjetuar nga 89-a, 90-ta dhe fillimi në 91-tës, ashtu që vendosa një ditë me domishmi kroati, shushnoshmi, rishmi, e shishmi në gjare, qëra është duke ndodhur, dhe vendosëm që të him në forcët e policisë apo në forcët speciale të policisë e Kroacisë. Me përfundimin e luftës në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, situata në Kosovë tërhoqi vëmendjet e madhe. Për të vënie Çollaku tregon se cila ngjarje shtyri ta lë Kroacinë e t'i bashkohet ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mas vrasjes së familjes e jasharëve apo betejës e jasharëve 5 dhe 6 e 7 mars, veç u kuptua mirë se çfarë do të ndodhte në Kosovë dhe rrjedhimisht ashtu si shkuan edhe punë, unë kërkojsha ndihmë nga Evropa se si të aktivizohem, edhe me shumë mepror, shok, bashkëluftar, dihet mirë që nga Kroacia kanë ardhur Femia Xheva që kanë qenë pjesëtar të ushtrisë Kroacisë, Abeja, Kadri Kastrati, Bina Goçja dhe shumë tjerë, Toni, mesin e tyre isha edhe unë. Kështu me 10 prill të vitit 98, pjesëtari i njësiteve speciale ndërroi uniformën. Çollaku la forcat kroate për t'u bashkuar njësitit special Tigrat e Zinit Drenicë. Ajo që mu me ka bo me krenare dita kur ka arrit në Kosovë, kur nga shtabi e përgjithshëm ka dhënë detyra që të aktivizona në zonën e Drenicës. Pikërisht kam dëshiruar atë zonë, sepse më së visha edhe unë si pjesëtar i forcave speciale, kurse në brigadën 111 e kisha me dije që kishte formuar Abeja para meje. Çollaku shpreh të habitur që një proces gjyqësor për krime lufte po mbahet në Hag kundër ish bashkëluftëtarëve të tij. Pikë parë nuk është do të formohet fare kjo gjykatë, sidomos një nacionale. Në këtë kuptimin një nacionale është gjykatë vetëm kundër shqiptarëve dhe kundër Kosovës. E dyta, më së që u bë, natyrisht ne kemi prit që krejt e shtetit të jenë të përfshirë në këto aktakuza kashterona, të cilët ata pretendojnë që janë edhe grupe kriminale. 26 vjet pas përfundimit të luftës, Esad Çollaku drejton shoqatën e veteranëve shqiptar të Kroacisë.